A i lejohet një personi që nuk ka shumë njohuri për islam të jep fetva prej vetvetes, sikur që po ndodh në shumë forume islame që po japin secili fetva prej mendjes së vet, Allahu i shpëlej. Sigurisht se kjo është prej veprave më të neveritse dhe më refuzuese në fenë Allahu subhanahu wa taala. Që kush të arri të flet për fenë dhe mbi fenë pa patur dije të mjaftueshme dhe kualifikim të mjaftueshëm për të folur mbi fenë. Kjo është provë, dhe këtë provë në të gjithë jemi sprovuar, dhe fatkeqësisht që xhamati musliman i kanë keq kuptuar shkalimet dhe qëndrimet e hoxhallarëve, sidomos të rive që thrasin në të kapurin për Kur'an dhe Sunet. Ne hoxhallar kur i thrasin xhamatin që o xhamat, duhet të kapemi për Kur'an dhe Sunet, nuk nënkuptohet për kësaj që secilit i lejohet të bën ijtihad, pa i patur me vete mjetet e mjaftueshme që të mundsojnë të thellohesh në kuptimin e fesë. Dhe mu për këtë shkak, ne praportisht një vjet kemi dhënë këshilla dhe mësime në këtë dhomë mbi dijen, domethënë kemi bërë përpunim të librit Kitabul Ilm, libri mbi dijen të hoxhës së madh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Për të treguar se dija është shumë e vlefshme dhe e çmueshme dhe ka rregulla dhe ka disiplina që duhet të respektohen për të bërë i ditur dhe për të bërë i aftë dhe i kualifikuar për dhënë fetva dhe shërime mbi fenë islame. Andaj një njeri i cili nuk i ka thyer gjëjt, nuk ka ndëritur gjatë kohë para ulemave, qoftë në formë klasike apo në formë moderne, qoftë duke shkuar dhe marrë mësim të ulemave të dëshmuar vite me radhë, apo duke kryer fakultet të ndryshëm në universitetet islamike të njohura në botën islame, ai nuk mund të flet mbi fenë Allahu subhanahu wa taala. Ai nuk mund të flet, ai nuk duhet të flet mbi fenë Allahu subhanahu wa taala. Dhe nëse flet, ai do të bën gabim edhe nëse aqëllon. Andaj sikur se ka ardhur në hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu Sunneti me sanad të vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asab." Kush flet rreth Kur'anit sipas mendjes së tij, ai ka gabuar edhe nëse aqëllon. Pse e ka gabuar mënyrën? Se flet për Kur'anin pa dije, pa bazë, anë gabim me ka ai njeri. Kështu që ai që flet mbi fenë dhe fetva në emër të fesë, a nuk ka lexuar, nuk ka mësuar, nuk i di rregullat, nuk ka ijazet, nuk ka diplom, nuk është i kualifikuar për të gjëra, atë padyshim se ai do të gabon. Ai do të gabon. Dhe mjafton ta dim se njerëzit që flasin në emër të fesë janë të emërtuar, sikur se ka emërtuar Imam Ibn Kaimi rahimahullah, muwaqqi'ina an Rabbil Alamin, nënshkruesit apo zëdhënësit e Zotit xhallahu. Apo ata që flasin në emër të Zotit xhallahu. Për këtë shkak nuk është punë e lehtë kjo gjë. Është e vështirë dhe nuk duhet i lejojmë na vetes të flasim. Po, dëmë të bëjmë dave në forume të ndryshme, në dhoma të ndryshme, atër na për cilin fetvat e ulemave. Që ekzistojnë, alhamdulillah, i japin fetvat e ulemave, apo i orientojnë njerëzit drejt faqeve, apo vendeve, apo materialeve që tregojnë fetvat e ulemave. Dhe me këtë na bëjmë dave pa përgabim. A kur na e marrim pozitën e muftisë, pa e merituar atë pozitë, kjo është peshenja të kiametit. Andaj është argumentim i asaj, ose vërtetim i asaj që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abdullah ibn Amr ibn Asi radiyallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha la yantazi'u ilman intiza'an min suduri an-nas." Sa Allahu nuk e merr dijen duke e marrë nga njerëzit, walakin yaqbidu bi qabd al-ulama, por e merr duke i marrë ulemat, hatta idha lam yabqa alimun, o hatta idha lam yubqi aliman, derisa nuk mbetet alim, apo nuk lën Allahu alim me fytyrën e tokës, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, e njerëzit atëra marrin për kokë të tyre ignorantët, fasuilu fa'aftau bighayri ilmin, ay pyesin apo pyeten dhe japin përgjigje pa dije, fadallu wa adallu, e devijojnë vetveten dhe i devijojnë të tjerët nga rruga Allahu subhanahu wa taala. Andaj kur ndodhin kështu raste,
kjo është dëshmi dhe vërtetim i këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na ruaj dhe na dhash mend dhe urtësi në kalimin e këtyre shprovave me të cilat është provuar ummeti islam.